Përshëndetje nga kuzhina e Nerit. Sot kam vendosur të përgatit pitolka të shishme të buta pa më kur është ku aftoft pra bashkë të knoqen. Krejt që ka na nevojitën prej përberzve janë 700 gram me miell, 200 ml me qumsh të ngrohtë, 200 ml me ujë të ngrohtë, 50 ml me vaj, një filxhan të kafës, një lugë të mesme sheqer, një lugë të gjellës jo plotën me krip, si dhe 20 gram moja të bukës të freskët ose një paqetë moja të bukës pluhur. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Tek qumshti i ngrohtë shtojna ujin e ngrohtë. Tash të shtojna vajin, sheqerin kripën, moja të bukës e troshitim, i përzina me të durës. Moja e bukës është tretur, kripa, sheqeri dhe bismillah dhe ndrat që të përbersit tek mielli. E lëshojna meselin e përzina brumin. Brumin e kemi përzi, edhe tashti e shefin një brum i but, kemi qit miell tek drasa e kuzhinës edhe e qesim brumin, e ngjeshim, prapë e qesim në enë, ku e mbulojna me foljet kuzhinës për 45 minuta që të pushan brumi. E kemi mbulu edhe brumin pra, enën përndryshe me foljet kuzhinës e lojna për 45 minuta. Pas 45 minuta tashti brumi është dyfishuar. Një brum i but, mashallah, si që përshefni. Kemi qitë miell tek drasa kuzhinës. Edhe tashti e ngjeshim brumin, i ndojna pitolkat edhe kuleshtroj lojna që të pushojnë edhe për 10 minuta të mbuluar me një salvete postër. Brumin e kemi nda në 10 kuleq, i rrokullisim kështu kuleq, si kurse për pite kur i bojna pra miell, javona formën rëmbullore. Kuleshti e mbulojna me një salvete pastër edhe për 10 minuta të qëndrojnë kështu. Pas 10 minutave e largojna edhe salveten e pastër. Tash të kemi marrë tepsin, kemi qit letër për pjekje edhe i marrim pitolkat vetëm me gishta kështu. I ranojna edhe i renditim me tepsi ku kemi qit edhe letër për pjekje. I kemi qit edhe në tepsi pitolkat për mi, tash i lyna veç me kos. Edhe forat e susomit ose forat zezat, cilat të një mundin me qit. Veç me kos për lyna për mi. Furën e lçojmë me nxehta me parë në 250 gradë edhe i pjekum pitolkat për 10 deri në 12 minuta. Mbasi kemi ly pitolkat me kos për mi, tash i qesim farat e susomit edhe me njëherë e fusim pra tepsin e furën e nxehur në 250 gradë.
Edhe pitolkat i kum hek prej furrës, i kum pjek pra për 12 minuta në temperaturë 250 gradë. E shifni si duken, për mashallah, të buta pa mok, janë pjek për mi edhe për funi, ashtu si që duhet me qenë, theq për ndryshe që, tash edhe e doj për gjys, njënën pitolk edhe shifni si duket ka brenda. Ja vlen t'i provani, kështu që neve na befshin mirë e juve motra të dashura po ashtu nëse i provoni. Edhe pitolkat i kum pjek, pra në temperaturë 250 gradë për 12 minuta. Duken kështu, janë pjek shumë mirë, sikur për mi, ashtu edhe për funi të buta, pa mok, mos se s'ka ku shkon me buta. Ja vlen t'i provoni edhe bindeni vetë e shefni vetë. Kur t'i përgatit një kësmet, kanë mjë knoqë, sidomos tash për kohrat e ftofta, as me u luë dhe me mbath patikat e me dal jashtë, sepse aty dy humbje janë. Njona po të humb koha, tjetra po të shkojnë paret, tjetra po ftofesh moletani derisa po shëndoshesh. Kështu që edhe në shtëpi bëhet edhe ma shtrajt, por familja, buka durve që ty në durve tua, të nënës e krejtve ka vleft ma shumë se gjithçka. Krejt në cilat tjerat vende, nëse munohemi me kursy parën tek ushqimi, të veshmbathja, sidomos për fëmin, asnjëherë. Kështu që ushqimi nënës ka vleft ma shumë se krejt. Din çka përgatit, din çka ju e fëmijëve edhe han pa vezvese. Ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat mia, faleminderit për përkrahjen që ma bëni, komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina Neri që them, miru pofshim.